Njerëzit ndihen ma pak të sigur duke ecë vetëm natën në... Po për pasën trotuar edhe ato, na jemi në Gjermani e dita dhe shumë pas siguri u bo që tash këto. Nuk e di për Kosovë. Trotuar. Sigurisht. Për Kosovën e nuk e di, a është e informuar ajo, a më shumicën e rasteve kemi një problem këtu në Gjermani, ka dhe plot dëgjues që janë nga Gjermania se po ashtë në YouTube të shkrujt, afër Stuttgartit i kam vjedh 3 fëmijë para 2-3 dite, kjo është Nuk ka mirë me ma thonë mu se unë jam një asinane jo e mirë, as në market nuk kam shumë që me ilonë në shkuë. Mos më shti me izolu krejt. Po, amo, shpesh herë mendojmë që Gjermania është vend shumë i sigurt, amo në këtë rast po del që Kosova është me sigurt, se në Kosovë nuk vjedhet që zhvidhen këto për shembull fëmija. Këtu të prita, pra, ti me ecë natën e konsideron Kosovën një vend sigurt. Po ma sigurt, për pos qembe nda cak, ajo është e ditë në ma që so ka fillu kë kampanja e qembe nda cak, unë aty e marr shembull, amo normal, në trotuar është, për shka i kam bo bre e dita? Ja, nuk e di pse i kam bo për besë. I kam bo për me ecë në trotuar, jo me ecë midis rrugës. Edhe na mojnë Kosovë kena trotuare? Po dhe po, ato e di. E dim, po ma sigurt është normal në trotuar, si ditën, si natën, si gjithë. Shumë faleminderit Nesi. Të përqafi shumë. Edhe unë e ty, thank you.